Plani ishte bërë. Urdhri ishte dhënë. Forcat të shumta të policisë e ushtrisë serbe kishin marrë rrugë drejt Reçakut, këtij fshati që ndodhet në perëndim të komunës së Shtimes. Nga pozicionet e ngritura u formua ai që njihet si rrethim patkoji, pastaj u zun pozicione në fundin e rrafshit, rreth kodrinave, me automjete e pjesëtar të ushtrisë e policisë. Rreth orës 6:30 nisën pushkatimet e para të shqiptarëve civil që ndodheshin nëpër shtëpitë e tyre atë mëngjes. Aksioni zhvillohej lagje për lagje, rrugë më rrugë, e pothuajse derë më derë, në këtë katund që atë kohë kishte 228 familje shqiptare me 2400 banor rezident.